Kandidati për president në Shtetet e Bashkuara Donald Trump ka ndodhur në sulmin e të gjitha palëve gjatë debatit të ashpër mes rivalëve republikan për zgjedhjet e vitit 2016. Biznesmeni miliarder që nuk ka eksperiencë të mëparshme në politik ka refuzuar të kërkojë falje për komentet e tij të bëra ndaj bashkëshortes së Jeb Bush. Kandidati për president në Shtetet e Bashkuara Donald Trump është ndodhur në sulmin e të gjitha palëve gjatë debatit të ashpër mes rivalëve republikan për zgjedhjet e vitit 2016. Biznesmeni miliarder që ka eksperiencë të mëparshme në politikë ka refuzuar të kërkojë falje për komentet e bëra ndaj bashkëshortes së Jeb Bush. Ndërkohë, kandidatja Carly Fiorina ka marrë njësër duartokitjesh për reagimin e saj ndaj talljeve që Trump kishte bërë për pamjen e saj. Janë 15 republikanët që konkurrojnë për të qenë kandidat për shtëpinë e bardhë vitin e ardhshëm. Kur duhet ende më shumë se një vit nga dita e votimit, debati i dytë i zhvilluar në bibliotekën Ronald Reagan të Kalifornisë, pa rivalët John Bush dhe Trump të shpërthet disa herë. Përplasja e tyre më e theksuar ishte kur ish guvernatori i Floridës i kërkoi biznesmenit që të kërkonte falje për komentet ndaj bashkëshortes së tij, për shkak të përjardhjes së saj meksikane. Por zoti Trump refuzoi. Por përgjigja më e madhe e audiencës erdhi kur zonja Fiorina u pyet mbi një intervistë në të cilën Trump thoshte se ajo nuk mund të garojë për presidente. Shihni çfarë fytyre ka. Unë besoj se të gjitha gratë në mbar vendin e dëgjuan qartë atë që tha zoti Trump, u përgjigj nga ana e saj Fiorina. Ndërkohë, rivalët e Partisë Demokratike do të zhvillojnë debatin e tyre të parë në tetor në Nevada. Brenda verës së ardhshme, secila parti do të ketë një kandidat të nominuar që do të garojë për shtëpinë e bardhë. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe 360 gradë për sot nga muaj Enki. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër.